Mbrëmja e dieshme ka qenë mjaft speciale për çiftin më të ri të showbizit, Gjestin dhe Eglin. Ata u martuan brenda shtëpisë së famshme në një festë madhështore, ku nuk munguan ish banor të spektaklit, por edhe moderatori Ledion Liço. Normalisht në këtë ditë ka ishte veçantë, munguan familjarët e të dyja palëve. Motrën e Gjestit shpeshherë e kemi parë që të jetë mjaft prezente dhe të komentojë lojën e vëllait të saj në shtëpinë të famshme në Shqipëri. Mbrëmjen e dieshme derisa Gjesi po martonte me Eglin, ajo tha se me durim arrijen të gjitha. Me durim arrijen gjëra të mëdha, shkroi ajo në profilin e saj në TikTok, duke cicuar këtë dasëm si një gjë shumë e madhe. Me këtë ajo la të kuptohet se familja janë dakord me martesën me Eglin, edhe pse Egli është pak vite më e madhe se Gjesti. Ne do t'ju kujtojmë se Egli, Gjesti, Rozana dhe Leerti janë 4 finalistët që do të luftojnë deri me datën 19 prill për të fituar çmimin e madh. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.